O lodhe? As pak. Vetera me boja sa me mush. Normal. Sa me mushim? Vetera me boja sa me mush, thuj. Që kur të 70 që. Unë jam relativisht për tokë. Jo, si nevoj. Herën e kaluar pa të thënë që do t'i fitoj 52, i fitoj, deputet e kam fjallën, i fitoj 57. Kësaj radhe mendoj që kalon 57. Po, do të ketë më shumë se 57 deputet? Po. Do të rritë. Do të rritë? Sora ma bojë, rëzi ka fojë. Nuk kam idenë për shkak se nuk kam marrë pjesë në fushat këtu s'ka filluar ende. Po për shkak të komunikimit që kam përgjithsisht me qytetarë dhe sidomos entuziazmin e Mërgatës dhe të rinjve në Prishtinë sidomos, po edhe në Gjilanën Kamenis që isha disa ditë, e vëresh që predisponimi është shumë i madhë. I ke taku qytetarët e Prishtinës, rinin e Prishtinës të Kamenisë të Gjilanit? Jo, unë s'mon të them që i kam taku shumë, po sot për shembull isha në Gërmi dhe më shumë ka pas Mitrovicës se sa të Prishtinës sot atje, që është e vërtetë. Po vëtojshin ata se? Dhe Ti soj takove për tyne? So vet i takove ti si ta? Që po t'vjeni noti? Jo, më shpo du me ditë se Se po t'vjeni noti? Po ty pëse u t'vjeni noti që për veti? Mirë. Unë për veti sot Mitrovicës i takoj kënë Gërmi që i thanë që kam i morë 57 deputet. Me presiones Adria ko? Është interesant nëse të ndalë për shembull një qytetari Mitrovicës dhe të thotë kena fjalë, mira dije dhe thotë unë jam votuesi vetëvendosis publikisht. Po, ki që aty në që kemë bës një të noli? A ma shumë? Sa Shtefanon që të shkojnë Mitrovicë. Po, në Gërmi vjen dhe të thotë hapër. Shak i shqy baj Mitrovicës Gërmi. Kjo është situata, kjo është projekcioni, kjo është perceptimi. Pas shlirimit të Imanit, po dojmë shliru dhe Gërmin. Me ekstra. Gërmi o kone shliru